Det ma të ftofta po vinë, a jeni gati me pas nxehtësi edhe stil. Oh baby, it's cold outside. Hajteni me ju tregu se cilat materiali u mbajnë ngrohtë edhe duken e bukur. Pëlhura e leshit, klasiku i përjetshëm. Leshi është fibër natyrale që ka qenë shtylla kryesore e modës së dimrit për shekuj. Leshi shihet për ekspertëve si materiali më i mirë për palltot e dimrit. Pse? Izolimi i jashtëzakonshëm, leshi mban ajrin e thotë e nxehtësinë afër lëkurës. Rezistent ndaj ujit, e largon ujin natyrshëm të mbajt thotë në shik lehtë apo mbor. Ka qëndrueshmëri, fal elasticitetit natyror, palltot prej leshit e mbajnë formën për vite. Mirëmbajtje e lehtë, shtresa vaksore natyrale e leshit mbron prej bakterieve, mykut edhe njollave. Nuk ka nevojë për larje të shpeshta. Kashmiri, luks plus ngrohtësi. Kashmiri shpesh i quajtur mbreti i pëlhurave, është material i lehtë, i butë e jashtëzakonisht i ngrohtë. Pse? Ka super izolim, e mban nxehtësinë e trupit në mënyrë të jashtëzakonshme pa kriju volum. Butësi e lehtësi, ndihesh i rahatum gjithë ditën. Elegancë, palltot prej kashmirit e kthejnë çdo veshje në diçka shumë të veçantë. E palltot me çime devës janë material i qëndrueshëm edhe i gjithanshëm. Përfitohen nga deva Bactrian, nxehtësi e mirë, ndjesi e butë edhe stil klasik. Pse? Rregullimi i temperaturës, të ngrohtë po nuk të mbyt, e ruan balancin, i butë e luksoz, njihet shumë mirë në trup. Rezistent, i fortë, i lehtë për mirëmbajtje, i qëndrueshëm me kohën. Perfekt për ata që dojnë pallto klasike, të ngrohta e me teksturë të veçantë. Pambuku, i nënvlerësuar ama shumë i dobishëm. Edhe pse lidhet zakonisht me verën, pambuku është opsion i mirë për dimër të butë. Pse me zgjedh pambukun për palltot e dimrit? Frymarrja e mirë, qarkullon ajrin edhe e ruan nxehtësinë. Është hipoalergjik për lëkurë të ndjeshme, e sprovokon irritim. Është i përdorshëm në dy stina, dimër i butë, pranverë edhe në vjeshtë. Nuk është aq i ngrohtë sa leshi apo kashmiri, por është super për shtresa. E si me zgjedh materialin e duhur? Fokusohuni tek këto. Ngrohtësia, për temperatura shumë të ulta, pambuk, kashmir, lesh deveje. Qëndrueshmëria, leshi dhe deveja zgjasin më shumë. Stili, kashmiri edhe qimet e devës ju japin nxehtësi edhe shumë finesë. E tash po dini çka me vesh këtë dimër. Për më shumë video si kjo, follow Urban FM në krejt platformat. Mos harroni me post subscribe në YouTube.